Fatimia nisi të qepte që në moshë të re. Për vite me radh, ajo punoi për të tjerët, por që gjithmonë kishte një ëndër, të krijonte diçka të sajën. Unë jam Fatima Avdiu, jam 21 vjeçare. Profesionin rrobaqepësisë kom punu si e re, kom fillu, edhe për atëherët nuk e kom ndërprer asnjëherë. Jo me punë shumë të mëdha, po edhe punë të shtëpisë edhe me fëmijë edhe me këtë profesion ju marrën. Mandej kur u rritëm fëmija, fillova në për dizajnere me punu. E pash që po muj me punu, dëshira ishke e madhe, atër më mbështeti Fjolla, tha unë du me të një mu nëse ti dëshirë me punu. Edhe fillum, që një vetë kemi fillu me punu këtu, po mendoj jashtë a shpisë. Këtë studia kemi hapë, veç puna në ka shku shumë mirë është të shkuan. Ishte vajza e saj Fjolla, e cila e nxiti që ëndra të mos mbetej vetëm një dëshirë. Megjithse profesionin e saj e ka në një fushë tjetër, ajo e ndjente që pasioni për modën ishte i trashëguar nga nëna e saj. Unë jem Fjolla, 27 vjeçare, me profesion jem software engineer, po TUEF-in e kemi hap tash një vit e gjysmë. Edhe pasioni për fashion ka lim prej kur jam kone vogël, kjo është e trashëguar prej mamit. Në shtëpi tonë kon kemi pas veshje, tonë kon kemi pas prova, edhe gjithmonë u diskutu kjo pjesa e pamjes së jashtme. Edhe mandej, sidomos kohën e pubertetit, e kom pas një periudhë që unë kom eksperimentu tepër shumë, kom provu veten, po jo nështë në kontekstin që kom dashur me transformu nështë në profesion, po thjesht e kom shpreh veten nëpërmjet veshjes. Mandej viteve kjo o bart gjatë jetës, pavarësisht profesionit, po mandej me moshë më riva me një pikë në jetë që mamin e kisha tepër me vullnet. Në atë kohë kur u vendos mu hap TUEF-i, mami vëtse ka qenë e angazhume, për mu normal ka qenë barë me kërku prej saj me ndërprej punën ku ka qenë, po e kom pa që ka vullnet edhe s'ka hezitu kur edhe nëse u zgjat procesi punës me punu, atëherë kom vendosur të dona me përkra. Edhe për mu mandej, komplet ka pas sens krejt që ajo periuda për më konë ma e vogël edhe krejt dëshira që i kom pas për veshjen, mandej vis jom bo merge me pikën kur u fillu TUEF-i. Shme thonë në isha të punu në shpe, e pa të më hapë në këtë edhe në shpe, për shpis vishin klientët, e kjo e pasë unë e po kom qef me punu shumë, sa mami nëse tonë me punu për hapëm. A për hapëm, po. Ati pa e diskutuas me kërkon veç në ati e ishëm. Thash po dhe fillum që ashtu ne. Veç po thonë nuk jam pishmon veç jam pishmon që më herët i shkonën. Për shkak moshës, se jo për tjetër. Vajza mu ka bo që me thonë krajt jaftë. Kjo e ka pasën në ndër ato veshjet ato. Edhe shumë mirë për shkonë. Puna bashkë si nën e bi nuk ishte vetëm një sfidë, por një përmbushje shpirtërore. Për Fjollën kjo ishte shumë më tepër se një biznes. Është shumë përmbushse mbi gjitha, edhe unë e besoj që është njëna pi shtyllave që nuk më lën mu edhe me ndalë. Ka pas periudha që për një me TUEF-i ka tash ja kemi marrë edhe në dorën, kur ka pas një haj pikë kështu që na nuk kena, nështë s'kena mbri as me përballu vrullin, shpesh thësha kena me mbyll se është tepër shumë, është tepër ngarkesë edhe për mami, se pavarësisht që realizu dëshira, tash është esenca me dalë produktet, edhe është pak shumë ngarkesë, po që ajo pjesa shpirtërore që mund përmbush edhe shumë mamin çdo herë që përmbushet, edhe secila prej porosjave që dalë mami është shumë e kënaqur, për mu është tepër e mirë, edhe është përmbushse normal, edhe në kontekstin që mami kur ka qenë në moshën kur ka mujt me e bo, e ka sakrifiku pjesën profesionale që
nuk e di tash na si nana të reja qoftë që jenë të bose. Jo nana, a mbrin me konë qaq humane, që me sakrifiku komplet pjesën e karierës, po mami e ka bu mandi, unë e kom pas prej e vogël, e kom pas si barë që mami ka me hap. Nuk e komendu, nësha që unë e komendi mu, po kom thonë ka me hap, se ka pas eksperiencë shumë edhe ka shumë talent edhe kom thonë ka me hap. Mandi kur mbrin edhe vetë me qenë pjesë e suksesit edhe pjesë e ndimës me realizu, sidomos mamin këtë pikë, për mu mandi është shumë përmbush se edhe është e pamundur unë e mandina me mdiku diçka ditore me ndalu qëta. Unë e di që kjo idea edhe koncepti që ka më shumë ma madhor edhe mu motivon tepër ma shumë se ku me di çka me ndodh në përditshmëri ose me klienta ose gjithçka tjetër është shumë ma e vogël kur e shoh që mami është e kënaqur edhe e ka përmbush një sand vetëm për mu, mandina është shumë e mirë, normal, emocionale edhe kështu shpirtërore është shumë përmbushta. Tani që biznesi ka marrë formë, ëndrat e fjollës nuk ndalën këto. Ajo e sheh vetën duke quar këtë pasion për te i kufive. Do me thonë është ondër, kushdo edhe prej estradës në Kosovë, edhe prej estradës ndërkombëtare botërore, për neve kishme qenë privilegj, edhe do me thonë, one edhe mamin këtë pikë, realisht ndrojmë shumë, edhe nëse realizohen atëre jemi shumë falenderus për vlerësimin e njerëzve, për shkak se tregu është shumë i madh dhe nga njerë është e vështirë edhe depërtime. Po nëse jo detyrimisht fytyra publike ose të Hollywoodit ose fytyra publike vendore, kur marrim përgjegjësi edhe prej jashtë vendit, edhe që ajo është një milestone që thëmë e kemi mbëri, se kemi përgjegjësi edhe për Amerikë, edhe që ajo mandi thëmë, okej, se digitalizimin ditë sotit, kërcand edhe për shkak të profesionit, e kupton që shumë, ku me ditë ku me konë, gjithçka shumë ofër, edhe gjithçka shumë e lehtë, edhe njerëzit ti mundesh me mbërritë njerëzit, edhe ata me vlerësu, për kërcand e di që ka kuptim edhe qaj pjesa e ndrimit, më bën sens. Fatimia dhe Fjolla kanë një mesazh për të gjitha ato gra që kanë një pasion dhe hezitojnë të ndjekin. Unë i kisha thonë një mesazh grave, veç nëse e don, kur mos të friko, as pse është vonë, as filloje se çdo punë që fillohet me dëshirë, bëhet me dëshirë, ajo ka me pas sukses. Nëse ka diçka që të pëlqen edhe të përmbush, mu ma përmbush të efi ditën. Dhe me thonë, une edhe nëse një ditë nuk mbri me ardhë në studio, une kom mu marrë gjithçysh, ose me një dizajn, ose kom mu marrë me klienta, është e pa mundën mu shkëput. Mu ma ka përmbush komplet jetën, me thonë, për shkak se pjesa profesionale shpesh më vazhdojke edhe mbrëmjeve të vonë, pjesa punës edhe më ngarkojsha shumë. E kjo pjesa ma ndej kreative më përmbush tepër shumë, po për krejt vajza që e ka një pikë dëshire dikont, që e din për branda, nësha se kanë thonë kërkujt, po për branda e kanë që unë i kisha mujt me bujt qëto, për një me, na kemi pak frikën e paragjykimeve edhe sa po rrezikojmë, sa nuk po rrezikojmë, po veç try it out, veç provoja. Edhe nëse nuk funksionan, e din që e ke provu, e ke mbyll qatë kapitull, nësha një kohë tjetër ka me të ardhë një moment i dytë, mu këthyn që ato, po më se lja vetën që në bazë 10 vjetë me thonë qështë se bona qëta. Unë e veç qëta s'kom qip kur me pas pishmone njëtë, që me thonë qëta se provova, se nështë ta e kësha bo mirë, du për një me pa nëse e kësha bo mirë ose jo, kështu që mës leni pa provu, po as mës se sforconi vetën gjithë qysh me bo diçka, se jo krejt njerëzit kanë dëshirë ose aftësi me bo diçka, se cili e gjenë vetën në spektrin e vetë.